Test. Amir? Djemë mos dini bre ku ka kësi kompanije që i bartë mobilet pe banesës djetër në tren, a? Se a ki ble banesa? Come on, një të RS Construction. Pa qëfar banesë më ka dalë, e jarë zakonshme të matini, maslahatish. E qka i bje kjo maslahat? Kjo i bje luqk. Hajdeni po fillojmë. Hajde ka njëzë. Mirë mbrëma shikues të ndëruar, shpejt edhe shkurt, se dhe kjerë në këmlon des, Sinan Vllasalju dhe kënga e ti Shtëpia e babës. Hajde për kërë mos tani, qëfar kërë e ki? Peugeot. Sargjan e letha në ditën që të Sargjan. Vazhdo. Për marrë fjallin, menimin të emë Sinan është një ndër krye kriminalet e estradës, sidomos personi që ja shkru në tekstet. Ta thojnë që kanë gjetë formulën edhe po thojnë që pe hanë pazare, apo harrojnë që pazarin e bojnë vetë. Kështu, një tekst si Shtëpia e babës, po i betona që asjerëm s'u më kishku menja me shkru. Po, mas i po shkrujnë edhe po bojnë edhe pilansojnë treg, atër në regull. Po, dy gishta në ftyrë vesh mi pas, atër se këshin bakit punë. Sinani ka këngë tila me bëllëk, që po ju them, një dit ka me dhonë logari për to. Nashta jo juridikisht, po me ftyrë po. Mos harroni, për një me e kemi stërpik me mut muzike. Nuk kemi lanë vend pa e thliqë, se nishta ko gjenalt. Unë me këtë kongë nuk pajtona veç në do pika. Për ndryshe si kongë, është kongë shumë e mirë dhe është kongë që ta këput shpirtin. Të ke funit për qatë punë e bokja. Si do mas, gurbeqarve adin, ja u këput shpirtin fërt. Ja u avullon syzat, kështu, syzat ju avullohen për i latve. Veç në do pika nuk pajtona për ndryshe si kongë, shumë kongë e mirë është, nuk o që së më pelqen. A i keni po këta filmat pornografik, këta sidomos që jënë me kapak në gjarje? Po, i kemi. E, mirë. Zdja keni vrejt, vjen pizamene, mi apru pizzës, edhe aty qëllon veç një qikë, edhe e qika tash e bon punën gjithë qysh që pizamene me hi mrena, jo nuk kom pare, jo a ne, jo kënej, hin pizamene mrena dhe që atu njës festa. Edhe këta do me thonë, edhe kjo kongë është e një lojt për një qëtë vetë, se e bon punën gjithë qysh ty me të shti me kajtë. Por, mos harroni, zonja zotrin, ko marrë një gjenerat, na kemi mu plak, kemi me vdek, ko marrë një gjenerat me vizion të ri, me energji të ri, me shqie shumë atë mirë, edhe po ju betohem që kanë me kesh në zo me këto kongë cilat jenë të i botash. Sikur na që i kemi plot do kongë, që po keshën me ato kongë që na u doken shumë palivir. Kërë pat lypë Sinanin që të kongë, jena konë të në zonë Breshka me Sinanin, dalim shpesht, ju thamë drejten me në zonë Breshka, vish për qef, kështu, i në zojna Breshkat, i marrë misojna në shpi, mas ne i lëshojna. Të lypë në për skuta që shtu Breshka, veç kërë ardha i tipi që shkru, në tha që Sinan, tha ta kom shkruj që të kongë, e ka marrë sin që e ka ledzu tekstin, i ka pështu Breshka pidore si iku, se nuk i pelqej, tha mabe tha shkru ma një tekst, ta mën që adin gurbeqarve si do mos ja u këput zemën, ja u këput shpirtin. Pa mërë tha, së problem hista, unë e për që të punë jam. A besën ja ju, desa kanë zonë që atë Breshkën qelë shëj, a i veç ja ke shkruj tekstin. Do më hongë tekst shumë i mirë. Veç në do pika nuk pajtona për ndryshe, si tekst është fenomenal. One kër e kom dëgju për herë të parë, kom mendu që është ka mirë e msheft. Sidomos o konë teksti parë që ka shti me kesh. Sepse je e re, je naive dhe nuk e kupton thelbin e sinqes, në këtë rast Sinanit, se më të qyshu plaka gojës bashkë dhëm t'i thaj. Po ty po të thëmë, ty. Du të me qute doktor Behari me ta boj implantin më sandena. Idioti, majmuni mediatik, pisi, du të me ta arturp. Po kur ka këndu Sinani, ju e keni pas derën e nevojtorës të dera u borit. Derën e u borit e keni pas në katundin tjetër. Majmuni,
po të qona rryp, Mama, veç pak, akademi, veç pak, qëtëso, ka dole. Vazhdojnë e emisionin, mas falë pa lidhët i dhe. Mu po m'vjen këtë që më ka rastis më valë në këtë emision një pa përgaditon, edhe nuk po di shumë për kongën që ka ndodhë në ta. Në ndërku kap në dika udhës. Po mos ki gale që i thojnë na shajp seksit në alëshën me njerë kongën shajp, a mund është me në alëshu veç pak. Djali i thot babës, shite shpin, po jetojmë gërbet, në Kosovë shpia s'na vyn. Kjo është ajo pjesa ku une nuk pajtona me të. Djali i thot babës shite shpin, po jetojmë gërbet, shpia s'na vyn. Qëra, shpia nuk është mirë me shqitë, se sa ma gatë që e manë, aq ma shumë i rritet vlera. Mos e shit, po lësho për banesa o burë të ke funit. Adin, as ti nuk me të pa shpi, po dhe djallit i plëcohet qefi. Dhe pastaj pasojnë fjalët e babait, i cili thot: Baba s'foli e shpirti ju këput, mos me një këto fjalë gjithmonë u lot. Pra, kemi të bëjmë me një baba pa vizion. Një baba, si ishte ajo fjala? Killëç. Pra, një baba pa vizion, një baba që jeton në xure, një baba po supozojmë jeton nga taksat e popullit zviceran dhe insiston që shtëpia ati të mos shitet. Po dala e plast, shite shpin, po shite atë qimnon e shpi. Mos e bëj veten me qitë në për tekste herandej, herkëndej, më bo tem emni ytë. Po shite mutin hiqe qafe, mos u lidhni për betoni ju lutem. Vespak, tani thët, le e rrit në gërbet je birë, për ty let e për mu s'pas ka ma fështirë. Dhe me thonë, pse be zëtni pja komplikon djallit jetën, pse pja komplikon? Adin, po shete be atë shpi, mos ngojnë komë si e thiju në okull, shete o burë. Tja, po thu vetë që ajo le o rrit në gërbet, ta, po mënën që po të këtheje ta, ju, shete, edhe a i ki po këto shpijat e gërbetqarve, këtu jenë shumë të ftofta jenë. Adin, a jenë bilet thujme, ka 2-3 jarë pe i hojnave kështu. Një 2-3 javë para se me ardhë, i thot vlau për shembull, i thot shkol shumë që ato nxejmë, se aty se shtëpia aftov s'din mund nxej këtu shtëpia që këtu në jashtit. Do me thonë, mos i ngol kom zotni, shet e shpin edhe djalin e atën, ku me dit ka ajna i hall, ka diçka, a ngull në aparata, a hindi ka droga, a do me blina i kert mira, shete bre burr, shete mos u këtë. Dhe vazhdon kështu, thot, në vend të huj pleshnin s'muj me kalu dhe uj tokes nan du me mbulu, po pse po ka për shbërdet Kosovës. Mos po mendon se kur të vdes, kanë me të fut në 10 Kosovës, mandej dhe uj Kosovës ka me të nëziri jashtë, sepse na qenë ka toka ma pjellore. Po jo, mërë miku im, dhe i Kosovës, pra, këtu është dhe, në Tajvan është dhe, njëjtë ki. Tani të reguat edhe mos mirënjas me sa ju dëgjova, do më thonë, në 10 të huj, pleshnin s'du me kalu. Po që ka të rrujshin 700 drejqen o që ishe shkojshe në Zvicër, për së të rrishën Kosovë? Po jo, se ja ka kojtë pare të Zvicrës. E tash që ka dalë pension, me pension të Zvicrës nuk mund të mërë në mirë në Zvicër, ma mirë jeton këtu dhe vjen një shet me në fukarave. Po, dhe më pas vije kjo perla këtu në vazhdim, dhe më thonë, thot, mos e shit t'i shpine babes me tapi, mos mi prej t'i rajt me shqiptari. E para punës fjalla tapi nuk është fjallë shqipe, absolutisht. Pra s'ka të bëj kur gja me fjallën shqipe. E dyta, ti plak t'i zbet. Të pas ka ranë mend në moshën 80 vjeqarët lidhësht me shqiptari, a nuk do duhet ta posh sheqeben dikun atje në ndonjë vend pleqve në midis Curihut? Po, që unë e vazhdoj se jenë ato e pëcit fërt. Absolutisht. Që tani thot kështu, një dit për të pa me e hapderen, a dit shpistone ki me ja dit vlerën. Do me thonë, kë vesh për të pame, i thot mos e shet shpin, vesh për me majtë pamen. O zotni, nuk janë mo të pame të ka një muj. Ta shenë shkurtu të pame 2-3 dit, plus me 200 euro shkën e mërë një dugoj, dikon me kaftara me drut të ne e kryjnë pamen. Po a i ngull kam vesh për të pame, mos me shit shpin. Sot me nxes des, do me thonë, uploadohesh, ka drejka që aty downloadojnë, ka shumë i del software i rija pëdin, edhe ti harruat këtë kush mundet me të kujtu, është me të kujtu pak gruja së ty, se djemë tja, ja ta e në të provu Peugeot në re, të u knaqë aty.
Dhe çka thot tutje, thot Mendim filozofik, a? absolutisht, thot këtu, thot inshallah pleqnin ke me gëzu, ja përcjell dhe fëmijëve tu fjalët e mia, nuk shitet shtëpia. Shtëpia shitet, sidomos shtëpia. Nuk shitet nderi, fjala, fytyra, agjerat për betoni. Pa i tishes me thonë drejtën për një gjysdite. Po, dhe. Edhe tani vazhdon kështu edhe thot. Edhe me met shtëpia thot veç një mur, as atëherë ti bir mos e shit kur. As këtë nuk pajtona. Me met shtëpia veç një mur, s'o kur gjë hiç, s'o mos po shtëpia e veç një mur. Edhe në stablen kërkosh ty një mur. Pos këta të gjartë e banesave këta po, këta edhe me bojlera hin ndremnimi bojlera ta japin një banesë safç aty. Dhe ja kjo është momenti ku djali ngulet vëmendje. Thot, sot jem gjallë, pashat perëndin, hatri jo të babë, kur se shes shpinë. Pra, djali ngull. Djali ngull, shtëpia nuk u shit, djali mbeti pa makinë të re. Pra, me thonë të drejtë, ne si akademie kemi analizuar mirë dhe po besojmë që brenda ditës, apo brenda ditëve në vazhdim, ekziston mundësia gjithmonë që ti vdes baba i djalit dhe përfundimisht djali të jetë në treg, të dalë, të analizoj, të gjejë ofertues të ri në mënyrë që përfundimisht ta bëj shitjen e shtëpisë dhe të gjithë të shlirohen gjirin familjar. Po, inshallah. Unë kam një përshtypje, ka dëgjova këtë tekst që me siguri ka shkruajt ky burri i kësaj gilit. Ti si tekst se ai shkruan? Ja, me emna nuk guxoj me fol, mos më ngushta. Jas. Zotrikashe, mos flej. Jo, las po flej, po ke shtu i ngu këta djemët edhe pse i kini bo shumë të rahatshme këto që i kini marrë për imobile dekor. Nejse, s'po du, i ngova këta djemë dhe i tash, po s'po du mu lidhë realisht në këtë temë heq. Ai Sinani është Sinan edhe e kanë zhanrën e vetë, kënojnë, pe bojnë muzikën vetë, pe ja bojnë hizmetin, po unë e kam një hal tjetër. Kështë të mënu, na as industri rock nuk kemi. Këna me të kesh fort. Mirë dhe, na nuk kemi industri rock. S'po flasë për këto zhanret tjera si grunge, dubstep, këto gjitha tjera. Po, rock mirëfit nuk kemi. E kemi një Troja që i kënon atë dhejot, e kemi një Jericho që i kënon atë dhejot, i kënon nonës, me dosurla në mes që asë nuk janë tunat, vinë dikon për indis, që për e qujnë si gag rock. Realisht, kjo është halë jemë, që nuk e kemi një industri mirëfill të rockut. Qa anije, veç anive Troja. Qka Troja? Qka Jericho? Po le mësë më budal. Mësë më budal. Nëse që të ki diçka në evrejt e unë e zdi qka foli me ty. Që, një sekundë, të lutë na Shaip, a mund është ma lëshu Trojen amaneti i klonit pej sekundes 46. Apo ju do këtë pak burimore, një efekt i gitarës që asocion pak këtë qiftelia, a? Ja. Jo, po të si kompozim është pak që më shtin me nëzirë pak minilin. Masej Shaip, të lutna bre, që e pak pej minutës 1:26, të lutna. Kush ja këta njerëz që s'janë shkolluar, nuk kanë mësu që njeri nuk ban shpinë vetë me vjedhë. Që nuk po muj me thonë. Po thot, kush janë këta njerëz që s'janë shkolluar, nuk e kanë mësu që shpinë e vetë nuk bën me vjedhë. Metalli bre nuk e ka me parullën. Metalli don pak forcën e fjales, se don pak arrogancën. Amo jo mi thonë senat fjallë për fjallë. Tani thot, janë do fjallë që nuk po muj mi thonë, po bilen metal, besoj që e dini jo për metal, po mund është mi thonë. Kështu, e kom një apel për gjithë këta. Pse po doni me na i këputë zemrat? Pse po doni me na shtinë vaj? Ha?
kjo është qëllimi jam që po thëmë nuk e kemi një industri të rokut. Pse po insistoni që qyshe me na i përvlu ato zemrat shkreta me vijën melodike që e keni. Mandej tjetra, Shaip, shoma kongën e Gjerikos, konga e Ashikut 5 sekundes 31. Sa shumë ka marrë malli për një kongë të vjetër, një kavalli të zonin e t'jani gjë. A jeni të janë trillerat e vokalit, pra një kongë e vjetër, a e ndëgjut? Shaip veç edhe një atë lutna? Fjallë të hakit të ti kujtaj, e ti knoj dashnisa, si ashik i vjetër. Fjallë të hakit të ti kujtaj. Mirë, unë s'po thëmë që është kongë e kese. Kongë shumë e mirë. Por, imaginojeni njëjtën kongë qysh ta ke shkri Rifadije Grajqevci. Jo shkri, po me loqë zemrës ta ke shknu. Shaip, t'lut në lëshoj edhe njëherë. Njëjtën kongë prej fillimit. Sa shumë ka marrë malli për një kongë të vjetër, një kavalli të zonin e t'jani gjë, e ti knoj dashnisa. A ndëgjut? Po. A netët kavallin të më vajtu midis geg rokut? Po, në një pjesë aty pa ta mundësime. Ndëgjut, po. Mirë shumë. Do më thonë, na kemi lanë muzikën anash, tu i dhonë zërë, tu munu mu për shtatë, që me do e mos me në ngu dikush. S'ka sen e treja, s'ka originalitet. Ky është halë jem të dashtën. S'po hija ne ka Gensaliu hiq. Unë e kom e botë që mos me t'i pa ty sytë në këtë emision. Ja, bese e të baj kare. Hajtë se e shë. Ja, unë e kuptoj halën e mikut, dhe më thonë, që nuk ndodhë kur gjatë e na, jem vend i vogël. Dhe më thonë, për me ndodhë diçka, na përfundimisht do të me dalë jashtë Kosovës, që tani mu këthy të mdaj, të jam marrë shembull Gjerdanin, Granitin, Ritin, Duan, Bebjen, ti një të sigurt, që sikur të ishin kanë në Kosovë me neve të jetu, njëjtë kishën prit për një ekstrakt lindjes që aty në Renë, shumë Renë që po hijon një hindi. Do më thonë, hint, nuk ndodhë kur gjë, veni vogël, e kuptoni. Krejt në Kosovë e kena një jazz festival. Marë, më vjen që ma shumë me frekuentojnë këta të SBE-s se sona. Pës ndodhë kur gjë, hint, keq, terë, zi, burg. A ju ka rastis, në herë në për neja kështu të thonë, jo në për blej një shpi me një lagje që atje se ma e mirë, jo unë për du me blej një lagje tjetër se ma e qetë, kur gjë, një grosh dhen. Në më thonë nuk ndodhë kur gjë, pe marëm një shembull. A i kini po turistat kines, nisim për të trafika aty të semafori, është ndodhë. Këtë kines si të dëshpro, sen. Mu me njerë mas lukë të më pa ndodhë, për një par punë e që të pa të nërë dhe holandes. Edhe, ndashëm besoni, ndashmo, i komen po një 20-30 herë nër tunel të Kurizit. Ato kishe kena tunelën në toksor, ving, te i kom të rullu mirë, besëmni, që s'ki shka e ka alëzën. Ani ko ka me pasu. Po, jenë në shashtëris për gëzimit. Ngëm, problemi është to. Nuk ka në këtë vend, dhe më thonë, artist. Artist në beton s'ka. Po edhe njone më thejke, o shumë rëndësi, thejke që mos jeton fshat, që do në më bo për shembull piktori madhë. Dil shihe botën, shihe që ka ndodhin gjonat mira. Qa ki me pa në fshat, për shembull? Lop, livadh, ose këthe të kondrëtën, livadh, lop, zgjit, kur gjës ndodh, heq. Kështu që, një sen dine, e lexojsha në ditë të mbane i përshtypje, veç Hamiltoni, dhe më thonë, pistën personalet vetën ku po shtrejke, e kishë 23 kilometra. Dhe më thonë, matë madhe se pistën e aeroportit tonë. Kupton e këtë gjë. Këti popli është të jaqi nonën kredia. Jënë të rast kredi deri në fëtë. Mas të flasë më për këto gjanat, jo si noni, jo troja, o kusheri. Rrugicave ma halë, kur gjë? Së ndodhë kur gjë? Unë e kisha propozu që në emisionet e radhës, më lëshu paka politika se menoj që ka ma shumë brëm, ka ma shumë material që mujna mu kapë.
Do ta marrim parasysh kërkesën tuaj. Diçka për fond? Ja, s'ka kur gjë. Atëherë shikues të nderuar, natën e mirë. Natën e mirë e bofshit.